Fundi i muajit mars dhe fillimi i prillit njihet si kulmi i sezonit të alergjive, por që shpeshherë ato ngatrohen edhe me virozat stinore. Cili është dallimi mes tyre dhe çfarë duhet të kenë parasysh qytetarët të cilët vuajnë nga alergjitë stinore? Nganjëherë sëmundjet alergjike ngatrohen edhe me virozat. Dallimi ndërmjet tyre është se sekrecionet e hundëve tek sëmundjet alergjike janë të holla, kurse tek virozat janë më të trasha dhe me ngjyrë. Kruria e fytit dhe hundës tek alergjit është simptom që është dominante dhe të shtimat e shpeshta. Një ndër shqetësimet kryesore mbetet lidhja mes rinitit alergjik dhe astmës. Mjeku Lezha thekson se riniti alergjik konsiderohet si paradhomë e astmës dhe nëse nuk trajtohet siç duhet, mund të çojë në zhvillimin e saj. Për këtë arsye, parandalimi dhe kontrolli i alergjive janë thelbësore për të shmangur komplikacionet afatgjat. Kemi dy lloje alergjisë, një alergji që është sezonale, që është e krijuar nga polenet, dhe alergji perene që quhet ose gjithvjetore që është e krijuar zakonisht nga flurat e shtëpisë dhe mykrat. Simptomat e riniteve alergjike nuk kanë moshë, ato mund të fillojnë që fëmijë dhe në moshat e dyta dhe të treta. Riniti alergjik është paradhoma e azmës bronkiale në raste shumë të shpeshta. Prandaj diagnostikimi i hershëm dhe trajtimi i hershëm parandalon jo vetëm rëndimin e simptomave të rinitit, por parandalon edhe fenomenet e azmës. Mjekët këshillojnë shmangjen e ekspozimit ndaj alergjive, përdorimin e mjekimeve të rekomanduara dhe konsultat e rregullta si mënyra më efikase për të mbajtur nën kontroll alergjitë stinore dhe për të parandaluar astmën.